Inati nuk fto vetëm zemrat, por edhe shtëpit. Atëherë pse shqiptarët kanë tendencën të mbajnë inat gjatë familjar, edhe kur e dinë që do t'i dëmtoj. Kjo gjë, jeni me mua. Pse marrin inat gjatë? Pa ka një arsye ato që e marrin inatin e gjatë, se ne kanë se kjo po shkon vazhd, edhe tash e marrin inatin e gjatë sepse është një diçka që nuk po e realizohet dhe e kanë atë mllefin. Nuk dinë se ku të shpërthejnë dhe ja, kjo është ajo që e marrin të gjatë inatin. Kanë mentalitetin, vjen nga mentaliteti i shkaluarës, sepse Nuk ka problem. ne shqiptarët vinë nga arendi më i prapametur, nga arendi slavopronarë. Pikrisht kjo e ka influencën tek mbajtja e meritet. Qa ndodhte atëherë? Po ta shpjegosh pak që ta lidhim edhe me kohën sot. Ka lidhje me arsimimin, e ka lidhje me shkollimin, e ka lidhje me kulturën, e ka lidhje me... Janë shumë faktorë që janë brenda që influencojnë. Po a i dëmton vërtet kjo? Gjë shqiptarët apo përsëri janë, derisa mbajnë inatin, thoi nuk e vrasë shumë mendjen. Jo vetëm që i dëmton, po edhe në marrëdhëniet ndërshtetërore ka influenca shumë negative. Po ta shikosh edhe në marrëdhëniet qeveritare, Kosovë, Shqipëri, janë marrëdhënie që janë të ftohta, janë të domshme për nënën ekonomike, për gjithë popullin shqiptar. Me gërshëm, me atë rogë tjetë punë. S'ma rogë fare, unë e bëj vetë të për shef. E di rëmë, apo me thëri Berishën. Po turpë, në kanë që për ke funi. Të dy, maskaraj. Faleminderit. Flasin për ta. Mund t'japësh në i mendim përgjithshëm. Mendim përgjithshëm, rradha e pare e funit, nga 90 ne filloi një si të thuash, një nga politika, socialist-demokrat, filloi luftë kundrejt njëri tjetrit dhe kështu filloi ajo. Ti mendon se kjo është politika? Edhe kështu filloi pastaj. Kështu filloi kjo. Aty do zihen ata, zihen njerëzit shtëpive. Po normale. Faleminderit shumë. Të uroj. Nuk jam në gjendje të të përgjigje, po. Po një mendim të tënde se por të gjithë na kanë ndodhur mbajmë inatëve me njerëzit. Kombi lindur për grindje. Shqipëria është fshatar. Fshatarët me njëri tjetrit hajnë edhe për një pikë për i vi ujë, të pabesueshme janë. Unë jetoj shumë në Perëndim, edhe bëj një krahasim shumë të thjeshtë. Atë së flet njeri me gojë, së të ngasmon njeri, së të bën njeri. Këto pse më shikon, pse më bën, pse pa arsye fare. Se ta shikoj rësit? Okej. Më falni. Nuk the asgjë të keqe, okej. Qite 6.000 ka merë. Atë lajun. E rojun djallin. Është gjyna zoti. Ky është djali as? Djelit. Te pa fej mund. A i na e pëqi 6.000 ka. Po gjyna me atë lajun, është plajun me rojun. Unë ma në qinte i zëjtë, pa më thuaj. Kur e kaloj do të thonë në fshatë, në sa po unë të që unë s'bej do djali s'murë, unë e s'murë. Kajgje do t'dimë. Ndatë. Në rregull. Pse? Mesdhetar, bukmisri kanë ngrënë shumë edhe kanë që traditët e hakmarjen. Se mëria hakmarje është. Po. Jo, ishte hakmarje është kur mendoj kur i bën keq. Po, kur e mban me njanë shokun e kthen kurrizin në hakmarje, nuk e pranon për një bisedë për diçka. Të dëmton kjo? Dëmton shumë. Unë nuk mbaj. Shumë mirë, faleminderit shumë. Natyra shqiptarit kjo, me vra njërin tjetrin. Me vra? Në kuptimin e ke si metaforë kështu me vra, apo e ke vrasje? Gjithë brezë kështu kanë qenë. Gjithmonë kanë urrit njërin tjetrin. Sakat komunizmi. Nga në sakat komunizmi? Po nga në sakat komunizmi. Në kuptim? Në kuptimin e pranës, në kuptimin e spionit, në kuptimin e vetëm të keqes. E kanë gjithmonë mendet e janë djallëzuar? Jemi djallëzuar ne nga se duhet? Si mendon ti, si shoqëri? Ja, ne jena ma pa nivel. Pa kulturë. Pa kulturë.